në këtë nivel. E nisa me bo një krahasim. Po, është e vërtet, na kur kemi dalë për lufte, nuk kena pas njerëz, nuk kena pas politikan ashta qaq përgjeshëm, qaq vizionar, me di që ka demokracia, me di që ka në shtyllat e shtetit, që ka në respektimi ligjit e drejtat njërzore, e drejtës tjetrit, liria media. Po tash kemi provoje, kemi pas një periudhë ku na si shoqëni pretendum që për një me jemi ty dhe hec drejt që aty në integrime evropiane, drejt që aty në njerëzve evropian, drejt që asoj frymës tolerante, ku na kena vullnet me ndërtu një shtet për të cilin ka luftu breza tonë. Edhe tash sot e shohëm na që na nuk jena aty mujt me toleru qëtë shtet të cilin e kemi ndërtu. Qëtë shoqëni të cilin krejt mekanizmat shtetëror, me ndimin edhe krejt bashkësisë ndërkombëtare, sot i ki me ligje, me gjithë shka funksionale. Jemi mburë për disa vite që kena ndërtu demokraci jashtëzakonisht më të mirë se sa shumë shtetet të rajonit. Drejtën e votës, votimin, që shkanë shku procedurat, lirin e media, shoqëria civile, një shoqëri vibrante, që na kem të eduku që me reagu edhe mos me toleru as shkelin më të vogël që mundën me bon njerëz të cilët kanë pesh publike, kanë përgjegjësi shtetërore, ku paguën për parët tona. Dësha sot dhe shumë që 5-6 vitin pushtet, të e ki gjuhën e sulmit ndaj qytetarëve, edhe ndaj këtë grupe të tjera shoqënore, të pushtetit, thu që, është, si me thoi, jena në një armitësi shteti dhe pushteti një në nënë, se këta përdojnë mekanizmat e shtetit, jo shtetin kuptimin si të nësi me këtë shtyllat e veta, ndaj qytetarëve. Për shka? Se nuk toleron kritiken. Edhe gjuha mandej, po është aq e ashpër, unë e përmeni pak ma heret, deri në çdo nivele, ku e ofendojnë edhe nanën e dy dëshmorëve të ranë, ku e ofendojnë edhe njerëz të familjes Jashari deri në nivelin që është krenaria ma e madhe një burri Drenicës, ku ja përmenin mustaqet. A vete, kjo është e të mërshme që ka dy ndodhë këtu. Edhe ti nuk e ki asë një reagim, për njerë që ka përgjithësin më të madhe në ndikimin më të madhe publik. Kosovë është Albin Kurti. As edhe një herë të vetë me nuk ka dalë me bothiri. Mi thonë, mosni, nalën e gjuhën, linquse, ofenduse, përqarëse në këtë shoqëni, se e qumë venin edhe shtetin edhe shoqënin për dreq. Andohet që shtu në tabore,